Është një nga brendet që ne realisht kemi filluar ta lobojmë në tregun. Unë vetë me profesion jam inxhinier mekatronik. Mekatronika në vetë si deg është ndërtim robotësh. Vetë makinat në përgjithësi, sidomos makina elektrike është një robot me 4 rrota që lëviz. Derisa mekatronika është gjithë përfshirëse e kësaj, zgjodhëm që t'i vendosim këtë lloj emri. Jo sepse ne kemi lindur si thuash gjenio apo kemi një background shumë të madh në pjesën e makinave elektrike, por është suporti nga Kina. Ne kemi 5 inxhinier që na arrin 24 orë në 7 ditë javës në gatishmëri dhe nëpërmjet direktivave të tyre ne japim dhe zgjidhjet në kohë reale të klientëve në Shqipëri. Kishim servisin, pjesë të këmbimit, kullat e karikimit, shitje, pse jo dhe aplikacione. Kjo ka qenë. Ideja është që klienti kur vjen këtu të marrë një shërbim 360 gradë për çdo lloj nevoje që makina elektrike do. Pas çdo makinerie qëndron njeriu. Pas çdo arritje teknologjike qëndron pasioni. Ekipi Mechatronic Auto është i përbërë nga profesionistë të rinj e me përvojë.